A e din cila është vepra e parë për të cilën kemi dhënë llogari në ditën e gjykimit? Dëgjoja këtë video deri në fund se është shumë e rëndësishme për ty. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. Gjëja e parë për të cilën kemi dhënë llogari në ditën e gjykimit është namazi. Nëse namazi është mirë, të gjitha veprat tjera kanë me qenë mirë, kanë me qenë në rregull. Nëse namazi nuk është mirë, nuk është në rregull, atëherë edhe veprat tjera nuk merren parasysh. Dëgjoja këtë hadith madhështor nga Ebu Huraira, që ka transmetuar Ebu Huraira radhiyallahu anhu, hadithi është autentik, është i saktë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë hadith: "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatuhu." Fat me vërtet vepra e parë e robit në ditën e gjykimit që merret në llogari nga veprat e tij është namazi i tij. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam këtu, nëse është në rregull namazi, nëse është mirë, nëse ka fol mirë edhe me rregull, atëherë thot ky njeri ka shpëtu dhe ka qenë i suksesshëm. Nëse nuk ka qenë namazi i tij në rregull, nëse nuk ka fal namazin, nëse nuk ka fal në rregull namazin, atëherë faqad khaba wa khasir, ky ka dështu dhe ka humb. E pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam na jep një myshdë madhështore. Nëse namazi i tij, domethënë farzi i tij ka pas mangësinë to, e ka fal farzën, më ka pas mangësinë to, atëherë thot Zoti Azza wa Jall, shikone a ka ndonjë namaz vullnetar robi im, që t'i plotësohet ajo që i mungon nga farzi, e pastaj merren bazë kësaj edhe vepra tjera. Subhanallah. Në transmetimin e Ebu Davudit radhiyallahu anhu ka ardhur në këtë formë, pak me ndryshim. Ka thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, me të vërtet gjëja e parë për të cilën ka me dhënë llogari robit në gjykimin nga veprat e tij është namazi. Allahu i thot engjëjve të tij, me laçve të tij, edhe pse ai e din më së miri, shikoni në namazet e robit tim, a e ka përmbushur apo ka lënë diçka në mangët. Nëse e ka përmbushur në formë të plot, atëherë i shkruhet e plot. E nëse ka ndonjë mangësi, atëherë i thuhet shikoni a ka ndonjë namaz vullnetar. Kjo është mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Pra me namazin vullnetar e përmbush atë mangësi nga namazi i farz, ama me rëndësi është me fal namazin farz, veç më thon nëse ka ndonjë mangësi, e jo mos e fal hiç. Me fal farzën, edhe nëse ka fal sunet, pastaj ajo mangësia e farzit përmbushet me namazin vullnetar. Subhanallah. Kjo është mëshira, bujaria e Allahut subhanahu wa taala. Pra nëse ka, domethënë hadith pastaj në fundkar, nëse ka domethënë mangësi në farz, atëherë i thuhet plotsojeni me namazin vullnetar. Dhe më pas veprat tjera do të merren në llogari në bazë të kësaj. Subhanallah. Shikoni, pyetja, Allahu po na tregon cila është pyetja për të cilën do të merremi, domethënë në fillim, pyetja e parë për të cilën do të merremi llogari, po na tregon Allahu xhella xhelalu. Në këtë hadith, domethënë është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ama na e dim se pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk flet nga mendja e tij. Ai është shpallur prej Allahut subhanahu wa taala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai nuk flet nga mendja e tij, ajo është vetëm shpallje prej Allahut subhanahu wa taala. E pejgamberi alayhi salatu wasallam na tregon se namazi, edhe nëse namazi është mirë, atëherë kemi shpëtuar dhe kemi qenë të suksesshëm. Po ja jap një shembull, një analogji që ta kuptoni më mirë. Nëse në këtë botë kemi ndonjë provim të rëndësishëm vendimtar për me marrë ose maturën ose bachelor ose master, është një test apo një provim vendimtar i madh, e profesori i mëshirshëm me nxënësit e tij po i tregon se cila është pyetja vendimtare, e cila nëse është në rregull ka me kalu provimin. Edhe nëse asgjë që të çka nuk bën mirë, do thonë nëse është mirë që ajo pyetje i përgjigjemi se një pyetjes mirë, atëherë kemi me kalu, që është me përqindje 80% për shembull. E të gjitha pyetjet tjera e bëjnë të gjitha 20%. Tash paramendoni profesori nga mëshira ja ka dhënë cila pyetje dhe çish është përgjigje, çish duhet me përgatit, çish duhet me mësu, cilat materiale me përdor, cila përgjigje është, ku mund të ta gjejnë përgjigjen, çfarë libra me mësu, cila është pyetja, ku mund ta gjejnë përgjigjen. Paramendoni sa i marr duhet me qenë nxënës, sa i palogjikshëm, sa do të pendohet pastaj nëse e bën këtë, të mësoj për të gjitha pyetjet tjera e ta lëja këtë pyetjen kryesore, vendimtare, e cila nëse e kishte pas me kalu edhe provimin. E këto tjera të pyetje nëse i bën të gjitha të sakta nuk e kalon provimin. Edhe nuk do të merren fare në llogari, madje në korrigjim, sepse nëse nuk e ka bëu pyetjen kryesore, atëherë të gjitha tjera nuk kanë relevancë. Kështu është
shembulli namazit me të gjitha veprat e mira. Nëse vepron vepra të mira tjera, nëse namazin nuk e ke në rregull, nuk të kryen punat të tjera. Pasi që pejgamberi alayhis salam tha për namazin që është vepra e parë, edhe tha nëse është në rregull, atëherë ka qenë i suksesshëm dhe ka shpëtu. Ka shpëtu dhe ka qenë i suksesshëm. Nëse nuk është në rregull namazi, atëherë ka dështu dhe ka humb. Pra nëse nuk e ka namazin në rregull, ka qenë me të vërtetë për ato të cilët kanë humb dhe po e zgjedhin humbjen me vetë dëshirën e tyre, sepse pejgamberi alayhis salam po na tregon, po na bën qartë, edhe sa i mëshirshëm, sa e mëshirshëm është kjo fe. Allahu Azza wa Jall nga mëshira e tij, nga bujaria e tij po na tregon, po na mëson përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është roli, kjo është madhështia e namazit, kjo është pozita e namazit në fenë e Allahut Azza wa Jall. Edhe kjo është rëndësia e namazit. Prandaj, nëse nuk e fal namazin, nisja me fal namazin, sepse vepra e parë për të cilën kemë dhënë llogari është namazi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.